është trend çdo ku në botë. Edhe ne jemi pjesë e botës, edhe pse jemi më të vëndshëm se tjerët, po megjithatë është trend çdo ku në botë. Tash për kuriozitet me thonë, estetik punohet shumë, edhe janë dominojnë botë si ekspert, kirurgat plastik janë nga Brazili dhe nga Turqia. Mandi këtë po e lidhi edhe Kaleku mandej. Do të thonë Turqi kryesisht bën operacione estetike. Shteti turk më shumë fiton lek, para nga turizmi mjekësor se sa nga turizmi bregdetar dhe çapo dijuni turistik. Do të thonë shikohet shumë lek. Do të thonë kjo po fol që shumë investohet në estetik. Tash me unë ndërlidh me këtë, për me lidh këtë, jo vetëm u duk, do të thonë ne po duk që një studio e bukur, do të thonë gjithë po kemi qef me pa këtë studio të bukur. Njëjtë kemi qef me pa një qëndë bukur, i formësum, vajzën e bukur. Do të syni, jo vetëm syni, po truni, se syni është vetëm dritare, po ne shohim me tru, mirë po donë me pa të bukurin. Me unë ndërlidhë tash kur, po i foli prej përvojës time, sigurisht ka ndoshta 15 vite, një shqiptare, të jetu në Bregdillit, mosha 73 vjeqare, ka arë me hikë rrudhat e ftyres. Qëfëse ajo e ka pa atë, që i ka pengu, ka pas kompleks, 73 vjeqare, shqiptare, të jetu në Bregdillit. Atëre pse mos ta bën ajo vajza ose ajo, ose ky tjetri. Mirë po, nuk është e vetëm që duket bukur, mirë po shumë dikon edhe në aspektin psikologjik. Qofse dikush ka për shembull një hund ose një vesh i cili nuk është ka normalja, ai ndihet indiferent, ai nuk dihet i barabart me rrethin tjetër. Kompleksën vetë. Është nuk ndihet i barabart me tjerë. Mandej edhe tjerë, pullizëm, edhe kur ai domethënë e kryen atë intervenim, i kthehet vetbesimi dhe bëhet dikush tjetër, edhe si personalitet bëhet dikush tjetër, që për mua e vlen. Atë shumë luan rol? Këndërhyrja edhe në vetbesim edhe? Sigurisht po. Shiko, a nuk duhet mjaftohemi të jemi ashtu siç na ka folë Zoti për shembull? Po tash puna jonë është pak Zotit me ju përzim punë, me ju përzim pak punë. Mirë po. Do kesh kompleks gjithsesi, kështu që do detyrohesh ta bësh. Mendoj. S'do rish rehat. Sa do perfekt me change. Po sa do perfekt do ta nxjerrim diçka që do ndërhyjmë. Mirë po mendoj që është fajt e ne që aplikojmë, që i bëjmë ato ndërhyrje. Që mos të prohat, që mos të prohat. Nuk e prita që të kështu dok që keme thonë është fajt e ne, se... Po jo, duhet jem sinqert. Do të thonë, nuk duhet ne çdo kush që vjen ta shohmi si para. Qofse dikush ka nevojë me bë e bën, qofse ka nevojë, po ka kritere. Sa duhet bën buz, si duhet bëhet huna, mollza, gjengj, ose ka kritere, ka minimum, maksimumi. Çdo profesionist shëndetësor duhet të lëviz në kuadër të atyre kritereve, po jo ti të kaloj ato. Unë mendoj që është fajt e ne, qofse edhe kjo vajzë që po duket bukur, vjen diçka me batone. Qofse kjo kërkon diçka që është i jashtë asaj, nga se ato kritere nuk i bëjmë ne shqiptarët. Ato kriteret bëhen dikun tjetër. Duhet të bëhet me kritere që i bëjnë ekspertat e botës. Mirë po, puna jonë është që duhet të bëjmë vazhdimisht update profesional. Që për shembull mos ta bëjmë një operacion sot që është bërë para 10 viteve, po të bëhet operacioni si